Hajde mirë se erdhe. Hajde mirë se vizeta. Mirë se vizeta. Shiko? Shi sa i bukur është, shive sa i bukur është. Që sos kok nga konë që studio mëre, hej. Monika thot sa i bukur është. Monik, gohet lumt. Preke munën se Është i zënë, Monika, është i zënë. Se di, do me thënë, unë shkova ke Monika, bëra këndin 0 dhe më shtyu me të dyja duar. Ty të thot sa i bukur je, imagjino do me thënë. Është si qunim, është ja një lloj. Normalisht kem Nuk e kam si miri unë, po qunim, aq sa të dikon, aq s'ka lidhje. I dyti. Gimbo, më vjen vërtet keq. Për hir të vërtetës një nga zarfet që nuk kisha dëshirë ta lexoja, por siç e thotë edhe Selin, ky është Big Brother. Kjo është Big Brother, yes. Edhe Big Brother ju nëse do e përshkruaje me një fjalë. Big Brother. Qa ishte? Crazy. Crazy. Crazy Big Brother. Big Brother është crazy. Edhe shmëndur. Po, edhe ku mujt me gjetë vetën në disa onë tjera, në disa pjesë tjera që se kisha menu, që unë e kam brendësi tem, qatë sen. Edhe ato ma ka mundësu Big Brother me tregu, pjesën tem të brendshme, edhe ato që nështë ajash nuk e kom shprej dhe dikush, kom arrit me shprej në si krejt shqiptarëve, ato që e kom dje, edhe ato që e kom mendu, e kom shprej pa pik këm gullje. Pa pik për gullje. Falenderoj shumë keq që më kam për këto, keqin shumë mirë, ledjen të do personazh, banor dhe kalum, dhe një që... Përveç se i bukur, Monika, çfarë mund të thuash për Gimbon? E para një herë kishte një sinqeritet që faktikisht vështirë gjën tek meshkujt sot, nuk ju ngel hatri juve. Zot na ruaj. Dhe unë jam e bindur që Gimbo kishte një botë tjetër të sinqert, të paqt. Sigurisht që aty ishte një shtëpi dhe izolimit të nxjerr ndoshta edhe në disa momente të vështira dhe lojën e kishte shumë më të vështirë sepse hyri dhe pak më vonë aleancat ishin krijuar. Ishte një nominim shumë i vështirë që por ndoshta kjo të bën edhe lojtar më të fortë duke u nominuar në një katërshe shumë të vështirë. Po. Dhe kjo të rrit edhe ty vlerat akoma dhe më shumë. Kështu që unë të uroj suksese. Thank you, Monika, je shumë i mirë. Duhet të përjetosh edhe këtë Gimbo, po më mirë ti jesh këtu ku ta përjetosh. Më thon nga regjia që Bërkena është afër derës së kuqe, shohin hyrjen e saj në shtëpi. Çitos. Çike skenë pa dëshirueshme po. Di psikologji. Po ty të pastem, të tash. Ma do Nikolsishte? Po, erdhi çau. Ma çau. Të bezilja shumë. Hala ke nga një bërë. I shko se njës pa pik turpi. Ja ko i gejtash. Merru ja të ty. Po sa shmërzit se li, apo da. Po sa shmërzit ai, si qesh? Fala ke nga Gimbo. Si qesh? Faleminderit shumë. Shmërzit ai. Se prit unë se di që e vetëm. Okej, kthehemi këtu si sa të diskutimet vazhdojnë. Arber. Tani Gimbo, unë mendoj që pjesën më të madhe të gjithë situatave tua brenda shtëpisë ke qenë i drejtë. Por kuptova herët që fokusi jot nuk ishte për të fituar bigun. Se mor për të po pra, e kuptova. Por ishte ajo rahatia që ti gjete me marrëdhënien me Selinin. Edhe mendoj që u dashurove, edhe për ty gjëja më e rëndësishme ishte ajo dhe për lojën ishe më pak interesuar. Po, normal. Tani du të lajmëroj që nafta ka shku 2 euro. Çfarë lojë pse sot foren? Benzini më intereson mua. Edhe benzina akoma më keq. Dhe duhet paktën të ndajmë lekë të rrugës bashk. S'është problem. Kosovë-Tiranë që ta dalin një çik llogarit. Unë ti e di. Kush e fiton bigun? Kush e fiton bigun?
unë e du që ajo që po konë që tash me fitu bikun. Qika e me ping! Edhe që ato që duhen, e thëmë kënduhen. Edhe unë e mendoj që krejt sakritica që i ka bojë qikë që aty mrana, vujtjet për kitë sanëve, e unë e mendoj që Big Brother VIP Albania 5 e meriton me fitu Selin Bollati Gjaka. A do t'i thuash diçka direkt? Po shumë. Okej, më hap në lidhen me shtëpin. Selin, Marrë për këtë Kam gimbon këtu. Ti mu vjatë mësë mi përmen. Qika e me ping! Selina moj, Ej, qësh je? shumë e lumtur. Shumë e lumtur? Selina moj, Yes. mos ma qëtë mirin të lutna, bra. Ti e din që në gjithë më një konë që ti duesh me fitu këtë loj, edhe mos qënë zuti më dojnë pjasë shpije pa e fitu, se ku për ty. Po jo, ma fotaj muaj tjetër. Ta që ato lulli që i ki për masë, aty më në miru që shku mrujtën e ty. Mirë ndjenja. Okej? Yes. Mos harro, di që i kemë të donë shumë, sot, nesër, mas nesër, kur dushë. Mos të mërzet për mu, mos harro, se unë jam të nkohen me ty. You need a hug. Krak! Hajde në gjallë më rëj qikë! Mos qaj, Selin, se tani qaj edhe në këtë lelë pistëgjës. Kimo, vazhdo ka jeta ti jashtë, Mbyllim lidhjen me shtëpin. Është shumë e vështirë ta shohësh Selin një vajzë që ti e di i kontrollon emocionet e saj, arrin të jetë shumë e ftohtë kur do të jetë e ftohtë. Mirë po, më duhet të pyes. A e ke këtë, se diskutuam edhe sot gjatë Prime-it, e ke këtë shqetësimin e një lloj riafrimi me Mirin apo e përjashton? E ke folur pak me të? Po, e kom fol. Edhe i ke thënë që mua, nëse do të më duhet të shoh nga jashtë, do të më duhet edhe të përballoj gjëra që mbase si kam fort qef, po që Shumë është e vërtet kjo pjesë, edhe unë normalisht e kom bërë këtë mohabet me të, pse se e di tendencën e dikujt tjetër aty, për çata edhe më ka thënë mua në menim që me kona e mashlir. Po besëm që veç ka bo vetë punën më keq. Se unë kom fol me Selinën edhe i kom treguar që nuk du më korrit më. Unë nuk e kom korrit për asnjë moment, edhe thjesht nuk dua se më korrit mu, po besoj shumë që Selini ka me nejt ka shi fjallëve që i ka folur mu. Edhe unë e pres këtë del, vi e marë, që shë ko morë dikën vitin e kalun, unë e kur vi me morë dikën, di e qaj e fitën. Vitin e kalun me morë dhe ko morë gjestin, si e di e Marcelinin, u krima veti. dëgjom, me që nga fjallat të gjestin. Yes. Se në çdo rast edhe po të ishe brenda shtëpisë sonte edhe po të dilje sonte duhet të thoja këtë gjë. Ti e di që një prej mbështetësve të tu më të mëdhenj edhe që do donë të vinte në një moment si ky me se zbën afër teje për të dhënë fuqi është padyshim Gjest. Normalisht, po. Mirë po, çka ka ndodhur është që për shkak të një incidenti, Incidenti? po, të ditëve të fundit, Çfarë incidenti? është një incident për cilin do të mësosh më vonë. Një incident ku Gjesti ka shkuar në zyra, ka qenë akuzohet aktualisht për një vepër edhe momentalisht ndodhet në pritje të gjykimit i izoluar. Izoluar? Që është me thonë shtimë rana pa mu brevir, pëse së më preshishim i bashkë. Si ka që është noshore. Gjërat janë Po, shqyqyr që është nosh, po biles më ka prit mu ishim i bashkë. Gjërat janë mirë, në secili rast, unë jam i bindur që gjërat do të zgjidhen për mirë. Ja, po unë s'po zgjidh që orës kanë zbot, janë ndërzbot, o kanë mu zgjidhë zbot heq. Por që doja të të informoja përpara se të ulesh dhe të marrësh telefonin. Ja, lojmë në fort, që ma ke dhonë, do më thonë ma ke dhonë kështu, ta mën, ja kom njës me bereqet, ko këna dolin e djanë. Ti s'dim se më kallëtove, po falimderit më kallëtove. Shiko, nga përvoja, kam kuptuar gjithmonë që asgjë e keqe nuk është përfundimtare. Bërë isha ku Nubi? Po. Nubi më shel. Po. Po Nubi ti e di që të do shumë. Po e di edhe në ato e du shumë, edhe se dalë pistujt këmë shku me qel. Ku të është? Problemi është që aty ku është aktualisht
nuk ka mure që mund t'i kaloj si që bënte në Big Brother, kështu që. Atina? Mjaftën i bire Chelsea dikon. Që shtë i vri me Chelsea të të ati dikon. Faleminderit shumë, u luaj të afër shoqes tënde Greta. Që mund Çfarë të duhet të bësh në këtë program? Mirë, shkojmë në shtëpi. Atëre, yje jam sërish